të themi se ky biri in mund të jetë në suazat e ajetit të Allahut fuqiplot, ku i madhi Zot për të cilët Zot, ja ayyatuha an-nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. O ti shpirt i mbushur me iman të paluhatshëm, theu te Zoti yt i gëzuar i lumtur, theu në mesin e robërve të mi, thot Allahu, dhe hin në xhennetin tim. Vëllezër të dashur besimtar, se çfarë besimtari i tenj, se çfarë pjesëtari i tenj i kombit dhe i fesë ton ka qenë, tregon edhe pjesëmarrja e madhe e besimtarve, e në veçanti rinisë son. E në veçanti të përmendim se sot në mesin ton janë shokët e tij të ngushtë, ti pjesëtar të kombit sloven, do me thënë nga Slovenia, dhe një vllai ynë nga Kosova, të cilët e kanë pas shok të ngushtë dhe të cilët kanë dhënë sakrificë të madhe që Erdoani të jetë këtu në vatanin e tij të varrosët. Andaj më lejoni që në emër të familjes, në emër të gjithë qytetarëve të fshatit Raven dhe Mëgjer, këtyre dashamirëve tanë, shokët e tenj të Erdoanit, ju shprehim mirënjohje të sinqertë që e dhanë këtë sakrificë dhe të vinë këtu bashkë me ne ta marrin një pjesë të dhimbjes në rastin e vdekjes së Erdoanit. Vëllezër të dashur besimtar, më lejoni që në emër të muftinisë së Bashkisë Fetare Islam dhe në emër të gjithë juve, familjes së Erdoanit të ndjerë dhe Rahmetliut, ju shprehim ngushëllime të thella nga zemra, duke e marrë një pjesë të madhe të dhimbjes dhe duke lutur Allahun fuqiplot që të jenë të durueshëm, të bëjnë sabër të paluhatshëm, që në këtë mënyrë ta tejkalojnë këtë dhimbje të madhe. Jam tejet i bindur se do ta durojnë dhe do ta pranojnë kaderin e Allahut fuqiplot, se i madhi Zot ka caktuar kështu, e në veçanti do të bëjnë durim për hir të gjithë kësaj popullate që kanë ardhur këtu ta marrin dhimbjen e kësaj familje në këto raste shumë të rënda. Vëllezër të dashur, më lejoni në fund të lutemi Allahut fuqiplot, juve që nuk e kurshihet as kohën e as dhimbjen, ju shpërblej me shpërblimet e tija të pakufishme, ndërsa merhumit Allahu fuqiplot e bëft të jetë në mesin e robërve të mirë në Jannatul Firdaus. Lillahi l-Fatiha.